Zonja dhe zotrinj, ritakohemi në dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Sulmi sotëm i Iranit, i Izraelit mbi Iranin ka përshkallëzuar konfliktin mes palëve dhe jo vetëm. I ka dhënë një dimension të ri për plasjeve globale. Tregjet kanë reaguar me shpejtësi, ndërsa ekonomia globale dhe investitorët janë përfshirë nga pasiguria. Aktualisht janë 4 lufta që po ndodhin në botë. Konflikti Rusi-Ukrainë që ka nisur më 22 shkurt të vitit 2022. Konflikti Izrael-Hamasi nisur më 23 tetor 2023, konflikti Izrael-Iran që ka nisur më 15 prill 2024 dhe lufta tregtare në Trump. Sulmi sotëm i Izraelit mbi Iranin ka ngjallur pasiguri të forta në tregje. Bursat në gjithë botën kanë pësuar rënje. Nafta është rritur ndjeshëm deri në $98 për fuqi, niveli më i lartë i këtij viti. Luhati kanë pësuar dhe tregjet e kapitalit, ndërsa efektet do të ndihen edhe tek çmimet e mallrave. Nëse ky konflikt vazhdon të përshkallëzohet, pasoja do t'i vuajë dhe ekonomia shqiptare, e cila importon pjesën më të madhe të produkteve që konsumon. Ndikimi do të ndihet përmes partnerëve tregtar, pritje të rënje investimeve të huaja dhe pasiguri globale, rritje çmimeve të mallrave të konsumit, rënje turizmit dhe remitancave, mundësi të kufizuara për rritje eksportesh si dhe efekte në kursin e këmbimit.